Zoti Pietra, në optikën tuaj si avokat, si njeri i drejtësisë, çfarë do të thotë kjo ngjarje sa i përket po themi botës së drejtësisë në raport me krimin në Shqipëri, në raport me qytetarët që përballen me sistemin e drejtësisë, dhe është ky një alarm për sigurinë e vetë njerëzve të drejtësisë? Tani ngjarja është shumë e rëndë, me thënë drejtën, por jo e paqëllimshme. Çfarë do të them jo e paqëllimshme? Është godit në thelbin e demokracisë gjykata e apelit shqiptar. Çka do thotë që pra nuk kishte asnjë mundësi tjetër, po ngritej zani në çdo vend të Shqipërisë, në çdo institucion. Ankoheshin përgjigjet që kanë 7 vite me radhë dhe askush nuk e ngriti zanin. Pra, jemi në një moment kaq kritik për gjithë, për afërsisht 16.000 shtetas që janë në gjykatën e apelit sot. Dhe ju themi që pra merrni masa, caktoni gjyqtar të ri, bëni çfarë të doni, hapeni rrugën, pra jepni vendime në mënyrë që mos të jenë të varur qytetarët shqiptar në këtë situatë. Kjo është gjaja më të mërshme që ka ndodhur, ka për të ndodhur përsëri, po ta them që ka për të ndodhur përsëri. Pse ka për të ndodhur përsëri? Sepse në një arenan, siç e tham, quhet kryeministri i Shqipërisë dhe godet gjyqtarët. Pra në anën tjetër gjyqtari tani është në mes të dy zjarreve, a është me drejtësinë a me kryeministrin. Dhe kjo është shumë e rrezikshme në këto momente. Pra, qytetari merr indicie nga kryeministri i Shqipërisë, që t'jemi të saktë. Tani kemi edhe një gjë. Kush janë qytetarët që sot janë duke pritur këto gjyqe? Janë pjesa më e lodhur e sistemit ose e Shqipërisë. Të gjithë gjyqtarët, pra, dhe prokurorët, dhe politikanët, pra i kanë zgjidhur problemet e veta me këta gjyqtarë që kanë vendosur vetë. Pra nuk ka çështje në gjykatën e apelit asnjë familjar i gjyqtarit, i prokurorit, i politikanit. Pra janë vetëm ata persona që kanë filluar që në 2017 dhe presin me padurim zhvillimin e një seance. Ndërsa në 2023, 2024 futën pa radhë të gjithë ta familjarë. Atëherë në këto institucione pra të drejtësisë, qoftë Ministria e Drejtësisë, qoftë IL2-ja, qoftë KLG-ja, pra a duhet t'i kontrollojnë të gjana më dhe ti? Dhe në qoftë se ne nuk do të, pra ky ishte një paralajmërim shumë i fuqishëm, paralajmërim që të bllokon edhe frymen. Pra në frymën e drejtësisë, në atë gërhatjen e fundit të drejtësisë Shqipërisë, goditet gjyqtari. Tani ndjes për gjyqtarin, për mushlinë e familjes. Por duhet dim një gjë, që nëse nuk ekziston pra ligji, gjithmonë ka ekzistuar kanuni. Por a duhet të furnizohet populli me këto frymë apo jo, është çështje tjetër. Ne jemi në kushtet kur nuk është problemi që doli OSB-ja, doli kryeministri, dolin politikanë dhe thotë të dënohet personi i cili autori. Po zotëria i dënohet, ai ka marrë parasysh gjitha. Ai e ka ditë shumë mirë se ku aty shku, se ç'është i bë, pra e din edhe dënimin e tij. Nuk thot politikant, pra qoftë Sali Berisha, qoftë Edi Rama, qoftë OSB-ja, qoftë Këshilli i Evropës, nuk thonë që por zotëri, nuk jemi në rregull, marrën masa për gjyqtar, për prokuror, që po ndodhin të gjëna, po jo të shkojmë dhe themi dënohet ai. Po ai ka ditë, e din shumë mirë çfarë dënimi do marr. Pra që këtu, që në momentin e deklaratave të tyre, jemi jashtë logjike. Pra këta nuk thonë në një gjë të detyrueshme që kanë. Pra duhet thonë me i herë, o zotëri, të mbledheni, të vendosim gjyqtar të ri. Si të merren ku do në gjyqtar, nuk ka rëndësi fare. Vendosin gjyqtar të ri për ta kaluar këtë fazë. Ka për vdek Sali Berisha, ka për vdek Edi Rama, ka për vdek gjithë ta politikanë dhe gjyqet s'kan për të marruar në gjykatën e apelit. Pra, qoftë të 60.000
gjyqe me 60 gjyqtar që ka apeli, llogaritë kur mund të arrijnë të diskutojë zgjasin. Tani ka edhe problem tjetër, se edhe vetë gjyqtarët kanë hallet e veta. Të pash 12-15 gjyqe në ditë, pra ti nuk jep ma drejtësi, nuk e çfarë të japsh ti popullit. Dhe që këtu është një lamsh i madh i pazgjidhur nga institucionet shqiptare. Zoti Pjetra, si është e mundur që autori, pra Elvis Shkëmbi, 30 vjeçari, të hyj me armë në një godin, siç është gjykata e apelit që presupozohet të ketë sistem sigurie, edhe pse hetimet e fundit thonë se detektori e ka pikasur metalin, pra armën e tij në këtë rast, por roja e sigurisë nuk ka dhënë asnjë shenjë, pra ka lejuar që të kalohet. Tani në qoftë se do të marrim në qafë rojet e sigurisë e njerëzit tjerë, mund t'i marrin ata dhe mund të justifikohen kot. Por duhet ju them unë se unë kam shëtit gjitha gjykatat e Shqipërisë. Në të gjitha gjykatat e Shqipërisë mund të hish me armë o zotëri. Kot thonë ata që e ka fajin ai që ka kaluar, që e ka lënë. Në të gjitha gjykatat dhe në sallën e gjyqit, nëse duhej do hyjnë me armë gjithë. Nuk ka se mund të kontrollosh o zotëri. Ai mund bjen sinjali, mund bjen për çdo gjë, por nuk ka një rregull të mirëfill të këtyre gjënave. Nuk ka ndonjëherë dhe për gnaçë nuk ka ndonjëherë, ndodhi kjo. Duhet ju them edhe një gjë tjetër, se kemi gjykatën e Firit, e kemi ngrit problemin deri në KLG në institucionet e Ministrisë së Drejtësisë. Futen në një dhomë, nuk është dhomë, është paradhomë. Dhe rrin avukatët bashkë me klientat, as nuk mund diskutojnë, as nuk mund flasin, dhe në momentin që vjen mikropuzi i cili sjell të burgosurit, duhet dalin gjithë të rruga. Po si funksionon kjo më zotëri? E kemi ngrit disa herë këtë problem, fare nuk ka se. Inshallah do bjen në mendjen e tyre. Pra, u desht kjo ngjarje për me kuptua ata gabimet që kanë. Nuk më ledheshin gjitha gjykatat e apelit Shqipërisë në Tiranë. Ishte gabimi më i madh dhe ata persona për mua që kanë firmosur dhe kanë shkruar këtë marrëveshje. Për mua duhet mjeken penalisht. Sepse nuk mundesh të fus 60 gjyqtar në 8 dhoma, 9 dhoma që janë në zyra në gjykatën e apelit. Pra çfarë do bëjnë ata? Pra e para, kushte që nuk janë. E dyta, si mund studiosh në një zyrë me një gjyqtar tjetër çështjet që ke. Pra është e tmerrshme. Unë kisha propozuar dhe i menoj që edhe sot nuk është vonë që gjykatat e apelit shpërbahen në tre gjykata. Shqipëria të ketë 3 gjykata. Një në veri, një në jug, një në Tiranë. Nuk mundet më, nuk bëhet më, është e pamundur ky mendim i tyre. Por ata donin se s'ban që të jepnin vendimet për llogaritë tyre, sepse kemi edhe vendime që janë dhënë nga gjyqtar me 2 milion euro brenda një viti, apo shkolla e parë, shkolla e dytë, dhe ka marrë lek për 1 vit e 3 muaj personi, gjyqtari. Dhe ne kemi denoncuar këtë raste, po kanë rënë në vesh të shurdhër. Kur ne ngejmë zanin dhe diskutojmë, nuk marrin vesh. Kur qohet një qytetar që i ka shpirtin në kryk dhe bën një veprim, nuk them që a veprim normal, por ama ai e ka domenën.